Tharja e palmave përgjatë rrugës së palmave dhe agrumeve në Vlorë ka kthyer në shqetësim publik një projekt që u prezantua si simbol gjelbërimi dhe estetike urbane. Edhe pse punimet vijojnë prej më shumë se një viti, shumë prej palmave janë tharë plotësisht me trunjë të nxirë dhe gjethe të kalbura, duke dëshmuar mungesë mirëmbajtjeje dhe ujitjeje. Banorët thonë se palmat janë mbjellë sa për sy e faqe dhe janë lënë pa kujdes që në javët e para pas mbjelljes. Ata shprehen të pakënaqur edhe me ritmin e ngadaltë të punimeve që po zvajliten përtej afateve të shpallura fillimisht. Po janë tha, po na shikur mbyllet djali gjajt edhe fëmijë kur bën 7-8 fëmijë nuk urojnë të. Edhe këto punë kështu thanë. Po miro ku bëjmë llogari nese sa po lero se jemi shumë gjaj vin nga ai sistema ndena babanacia. Lero se jemi mirë. Këtë ka bërë mirë. Që të futen këte dhe mos të dalin më. Atje kemi 2 kursi atje te. Janë bërë që në fillim ato, qa do bëjnë? Do të shkullin njerëzit këtu, ja si mendon ti? Ja, ta edhim të ty, ti si mendon? Kjo rrugë që është këtu, të futesh në përlagje ti, ka zbakuar fshati edhe i kanë bërë ngjitur muret, nuk kalon dot makina. Rrugën e kanë ngushtuar fare, trotuarin e kanë bërë dëgjor këtu s'ka dhe në vizje kush e di për makinat, po këto, a është për të ikur njerëzit apo për të ndaj makinë? Kemi këtu vati 1 muaj, më thanë për 2 ditë mua, do lëm kazanët, këtu 2 ditë. Fola dhe drejtori, tha do vit i heq, urdhëhet nuk kapëm do dritaren aty tash. Ne kërkojmë zgjidhje për këtë muhabet. Nuk jam vetëm unë, ja, është gjithë lagja, gjithë bllokon rrugën, kushtim rrugë, për aksidentet, për të gjitha. Kemi folë me drejtori, tha për 2 ditë, vati 2 muaj. Palmat u thanë se su bë shërbim, nuk u bë shërbim, nuk u hodhoj në ujare kur duhesh edhe ujë. Pastaj ku e dim ne për palmat? Palmat na u shkull, herë u ngul aty. Ne si komunitet tu nuk jemi pyetur për asnjë gjë. Ngushtimi i rrugës në vend të zgjerojmë ne i ngushtojmë, ne shtojmë trotuaret. Tu njesh nuk ka fare. Tu po ikin njerëzit, ne po zgjerojmë trotuaret. Na asnjë dia urdhë ku e keti këtu. Ja furri bukë atje ku do ndroj ai të marr një bukë atje. Shkëndron dot. Ose kaloj urbani para, nuk shkëmbehet dot një ambulancë të kaloj ai më thënë. As rrugë për ambulancë, as për rrugë. Duhet shikojnë këto muhabete. Megjithatë ne s'na ka pyetur njëri si komunitet, ja jemi gjithë këtu jemi. S'ka pyetur njëri fare këtu, vetë shkruajmë vetë vulosë. Po e ka ngushtuar, sidomos aty te ka ngushtuar fare aty. Ja. E shikoj edhe unë thënë se kaloj disa herë këtu në ditët edhe shikoj që janë tharë ato, që kanë vend janë tharë, po thënë pjesërisht. Po a janë lekë shqiptare këto që Po mirë, nuk diskutoj. Ja tharë ato do hequr sa. Projekti nisi në tetor të vitit 2024 me premtimin që do të përfundojë brenda një viti, por sot në vendin e punimeve mungon edhe tabela informuese mbi afatet dhe vlerën e investimit, duke shtuar dyshimet se përfundimi do të vonohet edhe më tej. Në vend të një bulevardi të gjelbër e modern, qytetarët shohin çdo ditë palma të thara, plurë dhe rrugë të papërfunduara. Një tablo që për ta përfaqëson më shumë neglizhencë se sa zhvillim.